Po ky qa po bën? Qa po bën Gjiro mashkulli tani në këtë orë? Ishte super që e kapa tani direkt live, se nuk besoj se do e kishit besu që ka mashkull tani në këtë me 7 jetora sa jemi sot. Ama bletët shikonja se si po punojnë, jo kam zënë pak hyrje nun. Ja dhe një mashkull. Kështu që ndodh që mund të ketë në mbretëresh të re që mund të frekondohen akoma edhe në këtë kohë, po pak vështirë më duket, po unë nuk habitem që ka meshkuj edhe në këtë kohë. Elshova grezën edhe ka pak të mashkullin. Unë nuk habitem, sonë si që kam thënë, unë jam nga këto bletarë që i kam hapë dhe çdo vit i kontrolloj çdo muaj i hap dhe i shoh bletët si ecën, çfarë ritmi kanë, çfarë pjellje kanë, a kanë pjellje apo s'kan. Nuk jam nga këto bletarë që e vjetër që thonë mos e hap bletën se nuk duhet ta hapësh më nga shtatori deri në mars. Unë jam nga këto bletarë që i hapi dhe i shoh. Edhe si që pat dhe ju, e kapëm një mashkull në fluturim që po u kthejnë te kosherja edhe me sot që jemi me 70 orë live.